çfarë është Kurani? Nëse do të bëjmë do të japim hapësirë të gjithëve të japin një përgjigje, jam I bindur që në fund nuk do të dalim me një përgjigje të unike. Por ajo që bim dakord që të gjithë, nëse pyetimi, themi, Kurani është fjalë e Zotit. Por mendojmë se është e mjaftueshme kjo? Nuk besoj se është e mjaftueshme. Nëse do të vi me përkufizimin që është përcjellur ndër shekuj, qoftë nga dietarët e tefsirit dhe të lëmive të tjera të shkencave islame, Kurani është shpallja hyjnore e Zotit, pra fjalë e Zotit, si shpallje hyjnore zbritur nëpërmjet engjëllit Xhibril alayhi salam, profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arabe, që në vetvete është mrekulli, është pjesë e përkufizimit. Në vetvete është mrekulli e vazhdueshme dhe pjesë e kësaj mrekullie është se nuk do të ndryshoj asnjëherë deri në ditën e gjykimit. Dhe ne vazhdojmë përkufizimin, ne adhurojmë Zotin kur lexojmë këtë Kur'an, dhe ky Kur'an është udhërrëfyes për të gjithë njerëzimin, fillon me surën Fatiha dhe mbaron me surën An-Nas. Ky është përkufizimi I përgjithshëm që ka ardhur domethënë për Kur'anin.